Kryeministri Hristian Mickoski akuzon Partitë Levica dhe LSDM se përmes amandamenteve të dorëzuara për propozim ndryshimet në kodin zgjedhor, po përpiqen të pengojnë votimin e diasporës nga frika se nuk e gëzojnë besimin e tyre. Mickoski pretendon se debati për ndryshimet në kodin zgjedhor në grupin punues në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë ka qenë konstruktiv, megjithatë në momentin e fundit Partia Levica refuzoi ta nënshkruante propozimin për paraqitjen e kodit zgjedhor para deputetëve. Ai po ashtu tha se kishin pranuar të gjitha propozimet e opozitës, por linja e kuqe e tyre ka qenë votimi i diasporës. Ono koje što za nas je važno дека Ne tani shpenzojmë miliona euro duke dërguar njerëz nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe nga institucionet të tjera për të qenë vëzhgues dhe për të zhvilluar procesin e votimit të diasporës, i cili nuk është i suksesshëm, sepse normalisht në Australi duhet të udhtoni nga 10 orë vajtje ardhje vetëm për të ushtruar të drejtën tuaj të votës. E njëjta gjë vlen edhe për Kanadan, SBA-n, madje edhe për Evropën. Shpresoj që më në fund LSDM-ja dhe partia politike Levica do të marrin guximin, të lënë motivet e tyre politike në kanetën e tyre politike. Ndërkohë nga LSDM janë përgjigjur akuzave të kryeministrit duke thënë se Mickoski po synon të fusë në mënyrë të fshehtë votimin elektronik të diasporës pa mekanizma të përshtatshëm kontrolli, verifikimi dhe garanci për fshehtësinë e votës. Sipas tyre kjo krijon hapësirë për manipulime zgjedhore. Sot kur mbështetja për pushtetin është në rënje, shtrohet me të drejtë pyetja nëse Mickoski po përpiqet sërish të kompensojë votat e humbura në Maqedoni përmes një sistemi të pakontrolluar të votimit elektronik. Për më tepër nuk ka asnjë arsye që kjo zgjidhje të miratohet me nxitim. Është parapar të fillojë të zbatohet vetëm nga viti 2029. Ka pasur kohë të mjaftueshme që qeveria të tërhiqte propozimin, të hapte një debat të mirëfillt publik dhe të siguronte një konsensus politik për rregulla zgjedhore që do të gëzonin besimin e të gjithëve. Përfaqësuesit e partive politike nuk arritën marrëveshje në takimet koordinuese për kodin zgjedhor pasi shumica parlamentare nuk heq dorë nga propozimi që diasporës t'i mundsohet votimi elektronik, ndërkaq për opozitën maqedonase kjo ishte papranueshme. Kjo e fundit ka dorëzuar 13.000 amandamente për të bllokuar ligjin në komisionin parlamentar.